Kosova tash e 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve të 9 shkutit ka dështuar që të formojë institucionet e reja. Rezultati 9 shkutit solli një rezultat ku asnjëra nga partitë politike nuk siguroi shumicën për të qeverisur e vetme, duke krijuar nevojën për koalicione. Lëvizja vetëvendosje e cila doli fituese ka shprehur gatishmërinë për koalicion vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po kjo e fundit e ka refuzuar një gjë të tillë duke propozuar formimin e një qeverie tranzicionale deri në zgjedhjen e presidentit dhe shkuarjen në zgjedhje të reja, por pavarësisht kësaj, vetëvendosja ka refuzuar kategorikisht propozimin e RDK-s. Mos arritja asnjë koalicioni qeverisës ka bërë që Kuvendi i Kosovës tash e 17 seanca të dështojë të konstituohet pasi kandidati i vetëvendosjes për kryetare, Albulena Agjiu, nuk është e pranueshme për partitë opozitare. Në seancat e deritanishme për Agjiun kanë votuar pro vetëm 57 deputet. Kriza politike ku është futur vendi është e thellë, kjo e dëshmoi edhe përfundimi pa asnjë marrëveshje i takimit në presidencë mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryetarëve të partive politike. Lidhur me krizën politike në të cilën është futur vendi, analisti Afrin Kasolli ka thënë se krejt kjo është për shkak të rënimit të bashkëpunimit mes klasës politike në Kosovë. Për te aspekteve procedurale shihet qartë se kjo krizë është para së gjithash politike dhe shkaqet e saj kushtëzohen në masë të madhe si nga sjellja që subjektet politike kanë pasur në njëra tjetrës në të kaluarën, ashtu edhe në paqartësitë për të ardhmen. Së pari besimi dhe mirëkuptimi ndërmjet tyre është rënuar plotësisht, pa besitë, intriga dhe ndërshemet që ja kanë imponuar njëra tjetrës kanë bërë që të mos ekzistojë asnjë mundësi normale e partneritetit politik, është shprehur Kasolli. Po ashtu ai deklaroi se dialogu me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare është një nga arsyet që po çon në hezitimin e partive për të ballafaquar me këtë tema. Elementi më i rëndësishëm është se secili prej diplomatëve perëndimor e ka bërë të qartë se Kosova ka nevojë urgjente të themelojë institucionet e reja të dala nga zgjedhjet e 9 shkutit, me qëllim që vendi ynë të kthehet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel, dhe për BE-n tashmë është e qartë situata. Marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit kanë karakter obligativ ligjor ndërkombëtar, ku detyra e Kosovës dhe Serbisë mbetet vetëm zbatimi i tyre. Partitë politike në Kosovë është e vërtetë se gjatë fushatës elektorale e kanë shmangur këtë temë nga diskutimet publike, por ato janë të vetëdijshme se një gjë të tillë nuk mund ta bëjnë pasi ta marrin menaxhimin e shtetit, sepse janë të obliguara të përmbushin detyrimet e tij, shpjegoi Kasolli. Në këtë kontekst, për shkak të luftës së brendshme politike, disa prej obligimeve që dalin nga ato akorde me Serbinë, partitë politike i kanë shndërruar në gogol politik. Në këtë mënyrë ato tashmë e dinë se janë të obliguara të ballafaqohen me zotimet e tyre se nuk do ta bëjnë një gjë të tillë, shtoi më tej analisti. Po ashtu Kasolli tha se partitë politike kanë zgjedhur pritjen dhe bllokadën në vend të veprimit. Parimisht thelbi i kësaj krize ka të bëjë me shndërrimin e politikës së jashtme shtetërore në mjet për përfitime të brendshme e elektorale dhe për pasojë secila prej tyre e di se çfarë pret, prandaj kanë zgjedhur pritjen dhe bllokadën në vend të veprimit, duke shndërruar emrin Albulena Agjiut në mjet për ta maskuar frikën e tyre politike nga pushteti, u shpreh ai më tej. Ndërkohë njohësi i proceseve zgjedhore Blerim Burjani tha se ngërçi i shkaktuar mund të jetë i qëllimshëm për shkak të frikës nga marrja e vendimeve të mëdha që e presin vendin, siç është çështja e asociacionit, përmbyllja e dialogut me Serbinë dhe kompromiset që mund të bëhen në marrëveshjen përfundimtare. Kjo mund të jetë një nga faktorët. Askush nuk dëshiron të hyjë në qeveri me vetëvendosje dhe të mbeten masat ABE-s kundër Kosovës. Pa tensionim të plotë të gjendjes në veri, BE-ja vazhdo të këmbgulë se duhet të ndodhin shumë gjëra pozitive në Kosovë për veriun, që të ndodha hapi tjetër, heqja e masave ndëshkuese, tha Burjani. Më tej ai analizoi sfidat e rënda me të cilat do të përballet qeveria e re, gjë që po çon partitë në hezitim për të bërë pjesë e saj. Çështja e asociacionit, çështja e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, mbeten sfidat e rënda për atë që e merr pushtetin, përveç Kurtit që nuk i intereson heqja e masave me kushtëzime për Kosovën. As sfidat janë të shumta, gjendja e rëndë ekonomike, mos reformimi i arsimit të lartë publik, reforma pensionale dhe shumë të tjera që kanë mbetur pezull, ose largimi i qytetarëve, mungesa e një programi ekonomik për lehtësimin e jetesës, shpjegoi Burjani. Pra gjendja katastrofale aktuale nuk është rastësi, kjo është arsyeja pse LDK-ja ka propozuar qeverisë të gjerë për të kaluar temat e rënda dhe sfidat më lehtë. Askush nuk dëshiron një qeveri një vjeçare pa konsensus për zgjedhjen e presidentes, përfundoi Blerim Burjani.